që kanë me menaxhimin e kështu me radhë, nuk janë tema fort me interes. Prandaj zhvillimet që e determinojnë faktikisht edhe ndryshimin e sjelljes së votuesve në diasporë janë ato që lidhen me tema nacionale, siç është veriu, siç është ushtria, sovraniteti. Janë ato që ngjallin më shumë ndjenja. Po, njerëzit jashtë vendit zakonisht e ndjejnë më shumë mungesën e atë dheut. Edhe çdo gjë që lidhet me, domethënë, në kuptimin simbolik me atë dheun është më emocionale. Edhe zakonisht ajo që lidhet më shumë me mungesën e asaj që e ke në jashtë vendit, ngjall më shumë emocion, edhe këtu zakonisht ngjallin emocion temat që lidhen me, siç e tha, me ushtrinë, me sigurinë, me politikën e jashtme, me dialogun me Serbinë, raportet me fqinjet e kështu me radhë. E qartë. Për të vazhduar diskutimin mes këtyre dy figurave politike, zotri Krasniqi, e kemi parë shembull, Zonja Osmani e pati një adresim, një video kështu të